Kriteri imi vetëm në bërjen e poezisë është mundesa e aktivitetereve. 43 shimiq. Episodi 43 podcast Ekstremi Orkestra. Jemi këtu me Emin Gogalarin që po ha një sanduiç, nuk e di ku e ke marrë. Isha kam të dy pabuk. Apo jo. Vajta të ekip biznesi. Merë unë me ato punë. Jo. Tregon emra. Një sekundë. Jemi me Emin Gogalarin që po ha një banke. Hëndër çfarë ti? Hëndër çfarë ti base ha këmbë? Do të jemi në program të dëgjoj atë. Do program. Kemi Works Challenge, si gjithmonë tek episodi që ishte me Eminin ka marrë shumë kritika Worksi dhe shumë vetë thonë hiqeni atë, nuk e duam atë, duam atë tjetrin. Eminin. Po i thuaj me këtë zgjerim pastaj. Kemi dhe një zotëri të nderuar në Lagja Plak Pazari Vjetër. Atë plak apo Pazari Vjetër? Plak. Atë do blandi. Do kesh një parim. Do të thuash më zotja atë. Sër. Sëri, pseudonimi i vjetër. Sëri. Edhe ti përse çfarë ti më sër? Dalje kanë marrë këtu tani që të vazhdojmë shumë që. Pra ja në titull sër. Zotëri. Titulli sër jep nga mbretëresha në Angli. Domethënë për njerëz me një vlerë ose një veçantë të shtuar, një kontribut. Kupton? Këtu është titull sër në një lokal të vazhdo programin. Vazhdoj programin. Përshëndesim edhe një sër Adër Mevlanin, Works Challenge. Emin Gogalarin, me natë, kemi edhe këta që bërën dhe mundur të emision, Emin, këtë do zjedhës në këto liga? Uno pitshëm deri para. Bravo. Ta marrë dhe unë të koktelin. Hadëri sapo na ka ardhur në Amerika. Welcome, thank you for coming back in Gjirokastër. It's a really good pleasure for you. Por nuk ka ndryshuar fare. Jo, jam plakur. Të përshëndesim. Ti je rinuar, nuk je plakur. Këtu ishe plakur se isha si me vetula të vrejtura këtu sa e dile nëse a ba qaf quf me ato cigarit e qafe pazarit. Dili ati e bëjt nutaj këtu më duke që Ka më një si qërë. Se shke ma i si qere më të mirë. Si shpjeguat ke? Apo është ndryshim? Jetë e Amerikës? Po, do thonë që bërë, pëse s'ka në para. Po, njeriu rinohet kur vjen në ditën, çdo mos mendoj. Sepse është një proces shpirtëror që ndodh edhe biologjik. E kam punë tjetër, përse e kam këtë mund. Kur kthehet në vendin e tij, domethënë kanaleve, për rrugët, për gjithçka. Këtia se të ndërpres. Po. Të tuaj që donin një këngë, se në kujtuar e donin sot një mbushje 8 vjetë ke ardhur si toshke vetes. Po. Në vendindje sa e ri, 20 vjeç për emirim. Po. Ka të bëj kjo me ti për shkruandi? Po sigurisht ka të bëj. Edhe kur jam deri në 78-ën, ka që midis tjera, kam lexuar një libër të atij shkrimtari grek, që e ka situatën jeta njerëzit fillon në 50 vjeç. Disa pedagogët tonë dhe fatisht se shumë dëgjuar me njerëz se nuk do të këtu gjej vetëm atë literaturën e rekomanduar, se nuk ishe nuk dini do t'jesh gati do të E gati por. Ishe brëndë. Ishte mirë. Tani, Shili ka qenë impakti i parë në Amerikë dhe pse janë nuk keq ata në ne? Nuk e që ata nga ne. Po, kjo është. Pse janë Shili është impakti i parë që patë dhe pse ata janë nuk keq në ne? Po. Shumë është i argumentet të gjunga. Që gjithmonë. Që mund gona atje që ne këtu e kemi me bollëk dhe ata nuk kanë shansa as ta kenë si që kemi me ushqimi për shembull. Se që të vërtetosh këtë që ata janë nuk keq nga ne, për të qenë vështirë se është, domethënë, jo si këpucari që bje këpucën pas këmë, po të rëbesh këmë se pas këmë. Po pra, po pikërisht, kjo është logjika e pyetjes. S'le nuk e rrë. Që ta bëjmë si Prokusi, që do të rrëgja greke, se Prokusi kishte një zakon që i mirë dhe ishim të karimtarët në shtatin e tij, ata në Prokusit, kishte një si djepaj. Ata që më dhe gjatë që priste kokë nëse këmët, se bide si pas kutit të tija. Po, I mate me patriativë. Po, me kutit e tija, ndaj kutit Prokusit, ata që kemë të shkulli i zigjatë sa të bëjnë këtë matë. Atë, na vim gëzuar njerë me këto bira pa alkohol, që na ka sjellë Seldiani, Tani dhe Martini, e strejta 0. Jo, nuk ti ka sjerë, mi ka sjerë. Ja, Ja kemi bak. Ma ja pak qeta birën. Jo, kam jam bajkë këtu. Po mirë, ti hapë zotrisë, ti vazhdo programin. Bajkë, do të hapi me alkohol. Pa alkohol janë të mira. I kemi ndarë. Po mirë, Tani, do të japim në një pa alkohol zotrisë,
Estrela nga mund të vi kjo Estrela. Spanjoll. Në birë spanjolle. Kemi këtë birën Estrela, të tani si San Martini, këto koktejlet me 5% alkohol, ta? Por çop ju më bira pa alkohol. Bira gëzuar. Mos kam vdekur akoma. Mos kam vdekur akoma. Ta këtoj të djali. Mësuar mirë se na erdhe. Tani, Mirë se na erdhe. Ju pa. edhe Fides për Gjirokastër, përveç se me se ardhje, zgjedhë një vlerë e munguar që na ke lënë. Dhe për fat të keq, po vazhdojnë po bëjnë ikje masive familjare, jo me individuale. Dhe ky qytet po i mungojnë shumë njerëz si ti, pa të bërë elozhin, as për të dhënë por të vërtetën. Këtu domethënë po ngelemi më pak e çdo ditë. e bëri majtapi më duket, ka ndonjë topografi për të bërë. Shtresa intelektuale. Jo, nuk është E majta. fote pjesën. Nuk është majta për të vërtet, po të shikosh. Po do bëjnë shaka se ai vetëm zin. Kupton? Shpëdhen zin, vetëm zin, janë zin vendin. E bën domethënë shiçbërë. Ke sot në fundit ti e largove. Sa kohë ke vetja. sa kanë atje në Amerikë, sa nuk e pa dhënë fasule për shembull, grosh. Fasule kanë grënë aty, po Ka si tona me këmbë viçi me narkotoj që të e kolesteroli 1200 domethënë me ato. Pas normale. kanë bërë invertimesh, po në industore nuk na shërojnë fare, mua nuk shërojnë ushqimet atje. Kanë ndryshima bollëk ushqime të ndryshme. Ata janë për shembull një lloj fasule si me leket, ëmbla, fasule të ëmbla. Pasur këmbë. Jo, do të bëj një parashkrim për fakt. Do të bëj një parashkrim. Atë do të bëj një pyetje, sepse atë nga Raile në domethënë që strategjia të gjitha që keni në mendje të trajtë. Të jenë ndërprer ore minutë dhe tua ka. Po në këtë rast e bëre ti këtë Se gjinohu. mos të duket sikur vetë penaltin. Dakor, po dakor. Vazhdojmë. E përshëndesim Naçe me këtë. Përshëndes. Jo, mos e përshëndesim. Kam një. Okej, Vazhdojmë. Si zhvillohet jeta më pak a shumë një që të dim. Të paktën dhe në moshën tënde. Aty rendin njerëzit rendin, është kapitalizmu tipik. Vrapoj. Vrapojnë rendin. Puna ti nuk ka shaka. Është ajo vjendi pastaj në kohën e lirë, evi makina verë, plazh në oqean. Po mirë, punë është dhe këtu rendi njerëz. Kushto. Rendi, po. Pedokirin. Po s'ka kohë këtu. Këtu andej s'ka kohë. Këtu ka për shembull aty njerëzit në kohën e lirë, për shembull nuk kanë mundësi të ulen në lokal, të pinë raket, diskutojnë për shembull për raketën Artemis 2 që gënjen NASA për shembull. Nuk kanë kohë të bëjnë ato. Se vajtë dhe qëra ki pi, se tu për shumë ka lloje të soje raki, aty ekzistojnë këto gjëra, po. Shko aty, ata që kanë një aktivitet të tyre dhe punojnë për vetën, si të thuash, ata më të lirë, fitojnë më shumë. Edhe janë më të plotësuar, më të kurse të tjerë që janë sponsorët e të tjerët, punojnë për dikë tjetër, ata rripen, të rripen tjetër, është jetë dhe kapitalizmu të parë. Ai nuk të shikon do të një moment pa punë. Pa punë. Do të thënë, ai punën si që të ka postuar ti që ti punon për atë, si thua të ka bërë ëndrat. Se ajo që nuk blet është koha. E bukur. Nga është shkurtër, e limituar jeta e një njeriu. Po dhe këto kështu funksionon. Për shembull, do të ikin në 4 pa 5, ku kupton, ata tjetër në 4 shkelje, ku kupton shtëpia, ajo është. Jo, është shpreh bukur shumë, ka bërë ëndrat, është e vërtet. Sepse për shembull ti disa vite ose ti ke bërë planin tënd që të bëje diçka për vetë tënd ose për shtëpinë tënde ose për karrierën tënde, jo, fshjet, atë ti këto vite do punosh për atë që ka në mendje ai. Pra ti punon për ëndrën e atij, jo për ëndrën tënde. Do me thëmë Ti ose punon për tjetrin. Të Të saktë ke aktivitetin tënd, nuk je punësuar atij, je i vetë punësuar, ka aktivitetin ndryshon precisht. Do me thëmë ti bje dakord me atë Korçarin që kishte dhënë një intervistë dhe tha u kam pushrujt në Amerikë, ata punojnë ta me gjesti dhe në darë, ne kemi thënë të punojnë, po jo të shmunemi nga puna. Unë i kam me ila që ata kushrita, jam ku jam mire bukur, pa pun pa lumë, ama jetojnë asë njeri, ata më kanë duka vajtëtën dhe psikologu. Që të marrim ta nga fillan, si vjen ideja për Amerikë? Pastaj fëmijët e mi që kur ishin në shkollë mesme, çuni si gjithë të tjerë që bën dokumenta për vllaçon, kulturën amerikane. I do të mos i bë kot se nuk janë kot për kur na qenë dy të familja kot për shkak. Po ti si e pritet personalisht? Domethënë, e kishe të vështirë në fillim atë. Domethënë, kur e dëgjova që do ikësh, po them, që të vllai një mundësi për të ikur. Po tash vetë. Si ishte mundja ndër këndej apo këtë do të ikë apo mos ikë? Se gjithmonë domethënë edhe kur merr një vendim ka një pezull, që të mban. Gjithsesi të vemi një herë, tash të shikojmë botën si se diplomatika ka qenë ka 10 vjet disciplinë na edhe bashkëkohë. Do të prashë në Shqipëri, me 3 vëllezër.
Pa që një qëndroj 3 vjetë, e këthije, pasaj mori 3 vëllezrit, të qëndroj 8 vjetë në tjera. Dhe bile një vëllaj që aty vdi të martohë me Amerikane dhe nuk e rima. Po ka nuk bërë një fëmijë kështu dhe pëse që bërë me pronat e tjera së mirë të vesh. Vetëm, Ke vajtur për të marrë pronat më duket. jo nuk vajta fare të ka i Mirë, ke vajtë për të vetë ku se e vini. Ka një hipoteka të nëndja. Po të kam të desë, po ke ka tonë. Kam këndastë. Mi vendosje, ka dhe javë të shumë. Për shumë, 6 pronat e vjen trua dhe 6 vjetë të tjerë. Kredi firma të të. Ma për një shpi. Në më të valita, ma? Po shtetit të Silvanit, në vitet të vogël, Lancaster. Unë am dat jo Kaster, Gjiro Kaster, Lancaster, pra të shtire. Me Castro. Kaster. Castro në mërë. Po në qytet të vjetër, me 800-ës, muzeal, tipik si arkitekturë e bukur. Gjitha shpyt, si që kemi në gjojnë të pazarit gjithur, atë janë shpyt gjithur shumë. Me të shkate, me papafigo, me botru poshtë, dhe në mbra kanë koshe. Mere në më. Ti gjo, se Muzeal. e mini në fokusoj që i bisedën në mëndë të Amerika, në hapje. Po unë po më në vete, do të imisione se unë të se një varen, të në shkotë. Po, Ma është të klika. Dua që të kthehem, Po, po. dua të kthehem këtu tek Gjirokastër. po, Domethënë pjesën e Amerikës sa e zaurojmë. po. Dhe të kthehemi në vitet shtirë, që themi domethënë përpara, si ka nisur, si ka qenë jeta këtu, të mirat, të keqijat, kujtimet, impresionet, që mbanë mend çka për të treguar domethënë. Se në Amerikë ata nuk na hanin dot neve, kjo nuk Se diskutohet. me sa di unë ka dhe kanë dashur për kryetar bashkie. Po, e që shpejt. Shpejt. Atëherë më kanë djadoj për dërëja, në 2003. Për dërëja preset, Partia Demokratike e Demokratëve të rinj. Partia Demokratëve të Jo, rinj. ishte Jens Polotër, bjën s'po po. Shajin Katerreja e tjerë. Shiko se ma kujtoj ai ke bërë Ka bërë emision të televizion. e bërë një shprehje të bukur në një vend. Po, Se unë nuk e di unë që dëgjuar, nuk e di e një të ti. po. Si e prononcove atë shprehje? Po që se Po duhet të shpjegoj shpreh. jo, nuk e shpjegojmë se dua të di që është vërtet e këtij apo jo. Cila shprehje? Domethënë diçka kishe thënë në një emision që i dhe dëgjoj me vajzë dhe Gjirokastra është pak i vakët. Po, Tani do të vazhdoj ti që unë ta kuptoj që je ti autori. që nga qytet e Çoçin? Po. Si që ajo tani, si të jetë në moment, domethënë ku e more atë në moment. Edhe atë gjore kam nga popullina. Domethënë nuk është që krim në momentin Jo, tonë. unë ishe krimi, po unë e përshata dhe Nisë merri rastin ishte momenti që i vedh nga mama ti. Po konkretisht si që kjo tani? Si pas versionit që ti ti. Ose më saktë si pas versionit origjinal. Po ishte një pyetje atje se ishin një 7 kandidatë atëre në partitë të ndryshme. Edhe ishte një pyetje e shkurtër, shpejta, vetëm 1 minutë. Do të thënë, po 1 minutë të shpjegoje apo 2 minuta. Po, bëni. Se nuk ishim një të ishim një 8 vetan, të të në 8 minuta. Po, dhe. Edhe e mori njëri ai përstos ai përdësi për të i blesejisë i me radhë, edhe thoshmë do bëjmë do bëjmë të bëjmë. Po nuk ka kohë, se kam të tjera pila për që tam. Në 2 minuta nuk më shpejt, po më sa mundi. E do të rrugë. Vjen atime. Po ti da platforma, që ta thënë kohë të dozme, pa shumë si ta komat e këtyri. Ato platforma njësoj ishin. Po nga shumë e ishte. Shpoj në drita 24 orë. Doktore, do të bëre kot çfarëndoj tash më se. Edhe sta që të zon kot tash më. Jo, më va por duhet të shkëmë në ti. Se mi kot në. Me hapur, ata që këndërtuar program. Janë kot i tash më se pavarësisht nga platforma si tash më. Gjitha gjërvacitit është si një sekund shumë i shkurtër, si ti sharkes. E si ke. Si tha, po është të rarë, një sekund nga shumë të Çoçin. Çoçin tek çoç. Dra Stefan gati unë një. Po, analist. Po. Ai ngeli kështu dhe
Kuptoj, ç'është? Ai që ka kuptuar numai. Sa në jetë pezuron për një moment atë gjithëlluj me Tajlana, të i letë në qeshur. Po të thumin edhe të qetur, të mund të thënë. Se vajtë ato dhe të godi, i ta që 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 i lepën që i presë për një fëmica, që që mbulon të. Që e shaj dhe u pesua, bri fushim atje dhe kartuar një garitet. Dhe kjo është kvaliteti shpjeguar me 10 sekonda as me 1 minutë. Po, si e saktare. Po është platformë të shpjeguar më. I thonë ato të tëra të tjera, po kuptojnë ka një gjë. Është një segment shumë i shkurtër nga Çuçi tek Çoçi. Shatë platforma që dhe të me duan të po hajtë të kuat të mëta për... Nga të eduar, do më janë të do dhe ma të paka shumë si ato të që. Jo sa ishim ato. Dhe ne i lezojmë dhe një për të lezojmë, po që lezojmë kodë, këta në kodë. Jo dhe anë ku që fletë, si janë kodë të pëse këtë. I me të hapo, me të hapo. Kodë pas e letim dhe më, jo le. Po të duat të pyes, se ti ke qenë domethënë prezent në jetën e pazarit të Gjirokastrës. Për shumë kohë me radhë domethënë dhe edhe profesionist në fushën tënde. Si ka ndryshuar Gjirokastra? Domethënë që mos ta bëjmë fare shablon pjesë si ka ndryshuar Gjirokastra, pra duke vënë në standard të mirat dhe të keqijat e viteve të kaluara të mirat të keqijat e tanishme. Ku e gjen veten? Po në një fundi, një rokopuji. Rokopuje, kemi me fjallori shqip. Para me ja me kemi. Por duhet dhe shpjegimin e rokopujës. Rokopujës duhet të shpjegoj, por edhe në flasri dhe mere nga regjistrimi, mos e merr tani. Vazhdo. Tonë dhe... Rokopujë duhet në Si e vërtet... Gjulli. Që policët e si e vërtet, që vetë në mëndin dhe s'ka forës që jenë banë, forës e gjera vetë. Jo vetëm Gjirokastra, në gjithë Shqipëri, jo keni parasysh lëvizje demokratike që u bënë. Nga zona rurale erdhën këtu, gjitha ato shkolla, gjitha ato kota që ndërtuar në fshatë ngjetën si hangarë, duhet që nga për shkollat të rejtë të ndryshojnë lëvizje demografike në çdo vend të në çdo qytet, në çdo fshat, domethënë. Të Shqipërisë përse edhe në gjithë vendet e tjera, sepse Po, se kjo është një debat i gjerë, se për mua për shembull po thua lëvizjen demokratike, unë se identifikoj demografike, jo demografike. demografike, a? Demografike valla, e një gjumë që vështon që se mëllën me gjokë, dhe të rëkopuj. Të komandona, si ata që bëjnë ata kanotari, që vare në ujvarat, që se ka vetë ndorë, që i shpije rrima, kështu dhe... Kjo ka ndodhur edhe në Gjirokastër. Në gjithë Shqipëri dhe në gjithë vendet e lindjes, në gjithë vendet të ishë socialistë, në vend që çdo gjë bëhet në planifikim, që nuk të hite nga fshatja, por raportësi nuk e bën dot t'i bie këmbë zvrënk. Në gjithë vendet komuniste, pra. Në gjithë vendet komuniste, Jo socialiste, komuniste. Dhe pastaj u ndryshua sistemi dhe ishte një rokopuje e madhe, ishte kose gjërave që nuk vale shumë nga ato. Të impononte bota e madhe, ka të rritë që dëvne për parë. Gjithashtu, Një pjesë ikën në pension, dini shumë mirë. 3200 marrë i shtetit këtu, nga të 600 ishin në fabrika dhe uzinat me filtra, kombinate. Kemi edhe sot, pra. kemi gërmalla. Kemi gërmalla, si kemi. Me të në të tëra të urafshuan, po nivelli zero, po terapie shokë dhe tjetë që përmëndin të një ato dhe Po pse ndodhi kjo, cilët janë faktorët? ata që ikën. Ja pra që e rokopuja, pra. Është kjo rokopuja dakord, po domethënë kjo gjë tani sepse unë kam dëgjuar shumë variante. Po. Nga më të mëdhenj. Po. Tani këto u shkatruan, çdo gjë u shkatruan nga urrëtia për Enverin, apo u shkatrua se mos ndoshta ne nuk i dinim vlerat e gjërave. Se për shembull u shkatruan dhe gjëra që dakord i kishin bërë Enveri. Po për shembull uzina metalike mund të bëjnë punë, kupton, apo mund të punon. Ja mund të thënë se janë i vogël. Primo këto janë forca të mëdha që ai e shpjegoi me një fjalë rokopuje, tani divish asaj teme është një analizë të mirëfillta ajo. Po, do shumë Por me gjithatë përveç këtyre, jene autori i 2 librave në Gjirokastër, të cilat përfshin sarkazëm, ironi, komedi dhe përveç të gjithave ka një mënyrë shkrimi dhe krijimtarie, të paktën unë flas me veten time me ai libra që kam lexuar dhe poezi, ndryshe nga të gjitha të tjera, sepse ke përdorur faktorin që kriteri i vetëm është mos ketë kritere. Si të lindi kjo dëshirë dhe si ka mundësi domethënë që të kenë një mënyrë të shpjeguari me 2 fjalë për një gamë shumë të gjëra që ndodhin në përgjithësi. Po, ka vazhduar vërtet. Dhe embrat e librave të lutem,
para që është bërësi poetike, e kam botuar në 98-ën, po pozitë e saj janë më të hershme të shkruar që nga vitet 80 edhe deri në 90 dhe sa. Po të 10, po ato janë poezi që godisin dhe disa herë njerëz që kanë qenë në sistemi, si ka shpëtuar e gjallë akoma. Po nuk mi botojnë atëre. I baj e fshevra ato. Gjëndi. Botova disa herë, kam botuar disa herë tek drita, edhe tek ta poezi, edhe tek zëri i nis, më shumë tek ajo studenti, me po i masakronin, i ndeshonin kaq. A pse do me thënë dërynin tek atë që ka dënuar autor. Dërynin, ë? Dërynin çoma. Se ai thotë të drejta autorit. Ke ndonjë pikante? E kupton. Kam shumë një thjesht, pra kur jam studentit parë, e botova tek ai gazeta studentit, mirë, ajo kur edhe një ditë të tjerë, po një për shumë që kuptohet, ishte një poezi që ja kushtoi që më status, herojt. Po? Se vaje një pam aty te muzeu dhe më bëri përshtypje mua aty se ishte ajo bluza e tij si gri, po ishte përshosh nga prumbat edhe ato gjaku ishte tharë, kuptet? Atje edhe ishte edhe Ajo është bluzë origjinale. ishte origjinale e tij, edhe violina ishte punë të tëra të mishë mbetur që e i violinë sa i. Te Marstava. Që marrë sapat, edhe që shkruante në pentagram, kompozonte gjëra, dhe Po. autori ati shumë. Se ka qenë në një muzikë të Marstava. Po. Ishte e vogël shumë, edhe pra një poezi unë. Tani të them si e bëra unë, që thoshe dhe si ma bën ata. Po. Poezia time ishte pasur shumë. Thoshe, këtë edhe që qene pasaporta me italisht. Dhe të njoftimi, dhe të shkronte atje. Thoshe atje, il corpo medio, trupi mesatar, capelli, bruni, occhi, gri, etc. Po. Edhe të më nga këtë e zakonshme pasaportë e tia, në të lexohet brun, shtatë mesatar, por ai kishte për masat e legjendës dhe shpirti tia ishte një oqean. Ja bluzet tia bërë shosh nga plumbat, aty eritrocidet janë tharë. Një tek ka ngelur ende në violinë, i pambaruar është një pentagram, që marri shok për gjysëm la rininë, si burë duke luftuar buzën majt. Çdo një nga ne sot le t'i ngjaj atij dhe ta vazhdojmë në rininë e Qemalit. Më gjethe mishin. Tani ai që bë kështu. Me këtë më gjethe mishin. Tani që bë. Qemali ka një komunist në të mua. Ka rëndësi. Po ne Se ai do të dëgjoj komunist nga se ajo. Tani. Muzikë. Si ta ndryshuan me ziljanët këta? ata që përkëshuaj i redaktor Gjidori, thoshe, këtë e zakonshme pasaportë e tia, në të lexohet brunshat mesatar, ishte komunisti Kemal Mustafa, heroi 20 vjeçar. Edhe që ta bdoje të cilat. Kjo ishte prozë, ishte basardim. Po. Unë ti s'përmendja as komunizëm, as një dhe kjo, ta shumë vajta u brape shumë. Pa kjo ka që theta që por ai kishte për masat e legjendës dhe shpirti ishte një oqean. Po ta shumë mirë, s'ka të thonë. Po. Jo oqean, pse ta shumë. Se oqeani tjerë ti thellë, ti ka pesha tjerë, ka balena, ka ufta. Si unë ka shumë. Profesioni është topo geodezi. Do po gjithë dhe. Po lidhja me poezinë, ku bë pika e parë? Po shtjetër profesioni, shtjetër shpirti i njeriu. E kisha Po, më kam pas pyrje, edhe në motra... Me çmosh ke shkruar për Po kjo në fillore, bëja vazhdoja, se lexonin tore isha të padosi pioneri, një pjesë në konkurset artistike, kështu dhe... Do share kam në një qikë si fizikohë, me thënë. Vëllai i gjishit tim, Ismail Ablani, shkruan dhe që publicisti i viteve 20, që ishte, ka qenë sekretar shoqërisë Vatra nga 15 vjetë, kërë me Manolit, në Boston, në Platiumë. E keme që ti pyrjene, pyrjeta mundre nga madhe që ke qenë atë ishte korespondente e tjere monetare, sa gazetë parroje, dhe në mësët pyrjetësia jo. Dhe për njerëzit që se din gjithashtu, Sëri publikon dhe në rjetin ati në Facebook shumë vjersha të cilat nuk janë edhe publikuar librat ndoshta sot vështirë t'i gjeni, por në rjetin ati social, për kulturën tuaj mund të lexoni domethënë perla, të cilat janë disa perla që nuk mund t'i gjeni dot në asnjë tjetër, sepse përdoret një lloj
një lloj mënyre krijimtarie në të cilën mua më ka lënë bresa të ndryshme, por do të bëj për diçka. Me të bukur është shumë mirë. Po ti nuk je ti poeto. Ti je kromoshqilar. Po ti je i mbaruar, më bën ato ti më bën nga ato budrallë që Bëndë e sëri me vlerësuar mua. Do mos është shpruja për Po ka filluar sëri ti vlerësoj, më vjen keq po ka marrë vaksinë amerikane pastaj. Nuk kam mundësi tjetër. Se do të bëjmë pjeri. Prit, të lutem. Po. Ai që shasë. Para se të vija këtu punë tek ju, para se të vija, më bëri përshtypje një diçka, se kishin bërtar direkt. Më bëri një kthes dhe më tha para se të vemi. Kam një dokument tek zyra, më tha, kam një batut. Po, Dhe ajo kur ma tha, më ngjaj domethënë se ndoshta i ka ngelur peng që ta thot publikisht apo do që t'i rikthehet asaj që ka bërë. Dua të më tregosh çfarë sekreti ke marrë tek ajo zyra atje brenda që më ke fshehura. po, unë duhet të them disa betera kështu, Po, ato dua. i kam botuar në libra të njëzët, libra me poezi Janë ekskluzive, miq. Këto janë premier, janë ekskluzive këto që po themi tani. Këto që janë asë vjetë social. Këto që i hedhë Facebook-un të rubaira nga Sokratu të marve, Po, i kam gati do t'i botoj, si kam botuar apo në një libër, në volum, po i kam vetëm në Facebook i kam botuar. Dhe këto janë me humor, me gjëra, me humor popullor, të disa betegjime të Gjirokastës, që unë i kam marrë motivet nga ta dhe i kam dëshuar ca, i kam përmësuar, ose disa që i bi bete i vanko patyres, që i kam bërë ata. Për shumë, në tytë mora të nuk e bëjë nëmë, për disa për tyre i bëjë nëmë, për ka shumë bëjë nëmë. po. Për shumë një rubai, e ka citu, rubai nga Sokratu i të marve, e kreu Poçol Çoçoli. Po, ngopja. E kreu Poçol Çoçoli. Rubai nga Sokratu të marve, e ka citu do zgjedhim një president. Dhe kështu, do zgjedhim një president. Këtë herë të dhë moment, të na zëjë puna vend, mos na dalë president. Më mirë fare, po sugjend. Po të gjithë tamam, më mirë fare. Duhet jetë i paanshëm, i pavarur, i gjithanshëm. Mos të akuzoj njeri se të krau X parti. Të mos e saktoj PS-ja, as PD-ja, i ZZ-ja. Ta saktoj LGBT-ja. Mos! Lërë të marrë, rëndë. Mos jetë as femër, as mashkull. Ose të pja së bashkë. Dhe së fundi, ordun buri, ta miraton dhe juri. Kim? Dhe e kusën. Po që dhe? Për dy që i dhjetë huri dhe të dosi për muri. Kështu ka të përtë të qëvi. Mos këtë asë me nësë bashku, ose të dyja së bashku. Ja t'jeli në të bëtëja. Asë mësëja, asë bëtëja. I marri për qëvi, ta. Këto gjera se shumë të marrë. Mos këtë shkon, ti këtë shkon. Këto gjera të në publik baba. Asni mos këtë kundra. Po pra, Janë montaj për rrugë, nëse nuk kështë. do vjen patjetër. Do Përveç në sajt bëdhe i në fundit. Ja, Bëdhe i në fundit. Një të lutem. Edhe nuk të riqem si vrasmoj. Po, se në nësoj. Urezëm këtu që... Atë e që derë. Ta vaj, ja prit. Maroja, e bidresit. Urezëm këtu që po prisnim këtë minxilljari që të monton të këto pajisjet. Se i levekta se shpikit e mos janë. Për balë kësaj syre këtu është busti i herojt Çerçiz Topulli, të cilit nuk i lexohet dot embri sot për fat të keq. Dhe përveç këtij busti dhe shumë monumente tjera në gjithë Gjirokastën janë komplet të shkatruara, por kur pa sëri bustin e Çerçiz Topullit se ka qenë lekik pak me nxjerrjar, ka qenë president bashkiak. Unë se shiko kështu, ka qenë dhe ky pal me këta. Po ka në korat të tjera. Në korat tjera. Ta pra, ka qenë në korat e tjera. Më tha, prap përsëri një vjersh të bukur për mënyrën se si është vepruar me monumentet. Në restaurimin e tyre. Në përgjithsi. Në përgjithësi, jo me Çerçizin, por na Çerçizit erdhi si ide. Mund të ma thuash pak? Do ta bëjmë që më vonë. Jemi dakord. Që, të dhe në tjetër, për shumë Shiko, se më falë në bërë, para se do të uash. po. Do me thënë në Amerikë, bite me. Bëjt mi ka shumë në mua. Çdo do të vash me këtë.
Domethënë tani ti që ka hapur të biznesin, do t'ja më pazarit, se Ergesi e di këtë punë, ja ka vënë, bajt mirë të këtu burger në mo. Në të merre unë ato diçka të ekrani. Ti na ofroi vëllro. Ti ato të kanë një gjëra të bukura para atë. Merre unë me fort do bi veprime. Ai është marketingu. Mi gjërasi që ka shumë mua bajt mi, po ta ndoshta po ta them gjërasi që do thoshin që mund të thoshin që ti ma mish në shesh. Po të shpesh. Bajt mimi që biznesi miri hapur në Çamamis. Ai sanduiçi që ai ja uni këtyre që. Jo, nuk është një këtyre se kanë embra, ha? E bajt mirë, burger të morë, edhe Edhe supermarket Gërbi, nga gjetë e pestatori. janë ndarë aty. Shumë faleminderit, shumë faleminderit bajt mi. Po jo, s'ka thonë edhe një bajt një mu. Ha. Nuk o, bështë të duaj Ka po që e mu tani mo. Po do sanduiç tjetër mo. Dore jene, dore. Po do sanduiç Sa, tjetër. pak. Që e dore, pa. Ke kohën tire të dojtë. Ato janë mund t'i hapësh ato janë nga ato që janë dëri në Amerikë, në ato të pullat e skuqura. Atëherë, kemi disa produkte nga bajt. Gërbi, falenderit. Biznesi me i hapur në Gjirokastër, faleminderit shumë Endi Gërbi. Edhe vendodhi në biznes. Do ja është përballë qafut më burr, mund të. Jo, Nuk prezanto e dash Me kratë Beni Xhesos. Jo, e ka bin. Jo, në kratë Beni Xhesos përballë Qilarit ndën e Dibalën. Jo, e kam gabim. Ai është i biznes, fix, mu tek Këshilli i Qarkut, dhe te Këshilli i Qarkut ka hapur një restoran shumë të mirë, por duhet prezantuar kështu te rrugisa që hyn te Levishja. Po mua e thonë. Kalon dhe Armen Gjezma, dhe është lokali i Qazo Tuqit që e ka marrë në gjira. Poshtë e Dibalës. Se duhet përmendur dhe Qazo. Poshtë e Dibalës. E Qazo e ka me letra, e ka me certifikat, nuk e ka. Tani lej ekran. Vazhdojmë. Mua më shpëlqej më shumë këto të Serbianit, në fakt se kanë alkool, sanduiçet e kris kanë alkool. Jo, se janë të alkool, janë më të bukura. Problema ka bëj reklam. Po, më falë, be, Po se Atëherë mi që 100 metra poshtë jabës të pas 150 metra që ndodhet bajt mi, marrës kush me Gjirokastër mund të ta vizitojë dhe të hajë një vakt të shishëm. Kemi përveç burgera edhe këto produkte kemi ndihmon pak lutem. Po më shumë të bëjmë. Dini ta voli që t'i hanë. Po s'jam për të ngrënë këto, jam për reklam. Ja ta të vullë reklam. Bajt mi, burgers and more. Shumë faleminderit edhe një Gërbi. Përveç Gërbit kemi edhe Sergianin, Tani dhe Martini që bën të mundur këtë episod. Ato pijet koktejl Ekstravagante. janë shumë të shishme, e ke direkte. Kemi Enzo Atinin që Kemi ju që të pishte këtu. jo, po s'kemi yllon, po kemi sërin, Sërin, po. dhe me Vlanin i cili pak më vonë do t'i dhurojmë një dhuratë në Enzo Atinin. Mund ta mbash kujtim ose mund t'ja japësh fëmijëve tuaj, Dhe të përshëndesim. mund t'ja e përmi që t'ja e përdo. Përshëndesim gjithë. Kemi Fura Restorant në qafën e Pazarit Gjirokastërës, Antigonea GB, shumë faleminderit Koçus. Enea Shalari, servis Enea. Kemi gjithashtu edhe Birën Budweiser, prapë në Sergiani Tani Martini, Kafe Frank. Një faleminderit do të bëj edhe për restorant Labi, tek Ule Kardiqi. Ule Kardiqi. Restorant fantastik, ju sugjeroj. Restorant Lab, tamam. Mish atje burç, mishi ani që doni me kërma me si të doni. Më që si jam me mirë. Edhe shpimet shumë fantastike. Shikoj tani këtë punën po të përmend të pura s'kam nevojë për reklam. Pura është. Jo, do bëj punë Na dori krimën. Po Da të më E pura njëri e pura tjetri. Nuk ka nevojë për Pura reklam. është etaloni i restoranteve, është restoranti më Po, mësoj. Nuk ka lidhje me to tja me gjithë. Falenderojmë edhe zyrën turistike e Spin Gjirokastra, ku ndodhemi tani, e Nikaçin, edhe një falënderim special për Bleron, i cili u rikthye prapë në podcast. Koleksion Bleron. U rikthye Bleron. Për video tani në bazar. U rikthye. Dhe tash nuk vajte Jojota, nuk vetë. Tani, e mbyllem me këto reklamat. Me këto reklamat unë e mbylla, po dua Tani këtë mund të na thotë çik haderi. Unë nisë të thoshte diçka ai para se të donte reklamat ki Minxiriani. Kështu që talon. Një bete tjetër, një rubaj nga stokarku i të marve, është edhe kjo, që ka titullin në Bëmat e Bames, e Bame Kajamit,
Bame Kajam. Kajam. Ekziston realisht apo është ngopja? Është ngopja, po ka një spunta nga një pak të real. Po sa ku në mikrofon tani që fletaj. Pa me kërqiu apo pa me kajan? Krimë artistike, personazh artistik Bame Kajami, thëmë. Që janë bazuar mbi ngjarje reale mbi. Po. Po pa me ka një personazh real në këtë. Sigurisht. Edhe ka titullin Bëmat e Bamës. Dhe kështu kjo rrubaj. Motë se nëja shkonte, Bamja s'vende të votonte. Komisioni e gjurmonte, me të mirë e lajkatonte, se mos Bamja mënde ndronte. Bamja të kemi rigjan, hidhe pak në kukuma, hidhe të nësë barë shpaken, mos ja ullë për qindjen lagjes. Vdeshte Bamja, jo se jo, i gjezdiste trojdo. Sorollatesh monopatit, sa të kalon të atë patit. Gjipe si për nga kuculla, nga mbiulla, dë në ulla, në përshpela në përgulla, gati sa si kthesh mulla. Si bakas në përdriza, se mos e pështinte miza, nuk votoj se s'po do bitha janë sërësut e këtë gjitha. Ja, kaq. Oj. Një diza i kish hapur nam, si kur ishe në Gjorkan, po që fshehun bitavan. Kur erdhi në 10 e dia, fitoti demokracia, hapi si të njerëzia. I thonë Bamës, po tani, po ta hedhësh në kuti, ke 20 parti, i ja ku që duash ti. Bamja kokën rrotullojti, që të gjithë i shikojti, mire mendojti, pasaj lapin e lëshojti. Si që ka qënë dhe do të jetë, du në vatë më të përpjetë. Le ta hedhë në kukuma, si të dojë, në pith e ka. Shpukara i shpukara, o haj vetëm trahna. Se një mut janë dhe këta, një kak do janë dhe ata. Realitetin. Ali, kjo është një Bame që nga shkonde atë, ja thoshtë atë kur nga shkonde atë në rrugë. Ajo dashuria platonike, dhe tje? Që një dashurim, si që më kanë të tërbuar, një e të dhe unë, një dashurim platonike që i përqete një pastu se rrugët, po nuk mund t'ja thoshte, dhe të në dhe, se që dhe sendra, morali shumë, po kur kalon dhe kinte në moment të betet, ke gjatë po, një varë dhe unë, që i thoshte, ta t'i gjonë të ajo, ku shkonte atje, të pashë në rrugët të shkoje, të shikoja më shikoje. Kaqe dashuria platonike. Të shia nuk më shkoje, më shikoje, të shikoje. Një pek, një rrubaj tjetër pas të lajt, nuk i mbaj mënda shumë, po do t'i bëtoj në ju. Shiko, ashtu unë kam dëshirë personale kur t'i botosh pa tjetër që ku e poj që do përpiqem dhe ne të rrjeteve sociale, brezi millennium. Të bëjmë reklamën, por gjithashtu unë do të kisha shumë dëshirë të madhe dhe pse edhe të ndihmonin, qoftë dhe financiarisht, qoftë apo miqësisht me shtëpitë botuese, sepse këto janë peka që duhet të ngelen në historinë e Gjirokastrës nga Gjirokastrit. Na Gjirokastrit. Na artista Gjirokastrit. Dhe për këtë do bëjmë çmosin dhe besoj dhe njerëzit kanë një dashuri shumë të madhe patjetër se shko, kjo është historia reale e Gjirokastrës e pashkruajtur. Kjo është domethënë unë nuk di se çfarë të them më domethënë, është për mua këto janë vlera të cilat vështirë që t'i vinë më këtij qyteti. Meru me kazan dhe plerave, arti dhe më një. I që më dhe mua tani që po mbase të bëhet helma u që ha, dhe qërë mbase të kalon në Guxhuman, dhe mos më kanësor me këto. Kjo është një, domethënë, një mënyrë tjetër së thëni, me humor dhe me shumë të qeshur. Domethënë, se jeta është dhe kështu dhe ashtu, domethënë, ka dhe Na që të qoqi. Na që të qoqi. Sa gjëra që nuk mund të thuhen të njerëzit, është më kollaj të thuash me të qeshur dhe me humor. Po pikërisht. Ironia është shpreha me thuaj në gjithë. Je pak më i lirë domethënë, me to. Për shembull një rubaj, bëjtë është të cilët që thotë aty thonë e vetëm ja gjë që ndodh këtu. E vetëm ja gjë që ndodh këtu. Dhe shumë. E vetëm ja gjë që ndodh këtu, qyteteve të vdira, janë vdekjet, drekrat mërtore, kësollet dhe vakirat.
Në Shqipëri, vërtet që sërohet, po mund të vdiset mirë. Ka të dizeta, 6 mujore, 1 vit, madje më shtrirë. Shqiptarët vinë apostafat nga shumë vende të botës, sepse këtu vdiset rehat. Ju gjejnë në prehje kostat. Se mund të vdesh nga se panden. Një rruf apo një kollë, në të pickot një gumen, a një të furk në strom. Ke fëkorri vdes pup e pup. S'ke për ta mkushumojnë. Në të pickot një kunup, në shkaf të buze projt. A në të hip të një maqin, kur dhe shkodhesh në bache, a një i dehu, pse më shem mornut dhe vë kalashi. Ka të vdes gjykata a spitali, të vdes prokuroria. Një thashethem që të dali, tatimet a bashkia. Dhe po shpëtove nga këto, shpëton në hipotek. Do të mullosin do mos do, me brek apo pa brek. E vetë një gjë që ndodhë këtu, që bëhet për sëmbari, është të mullosër kuturu, se që ti prasi trari. Mullosër kuturu? Si ka mundësi. Po si ka mundësi. Po si. Ore studiot, sa të duash ti, si ka mundësi, këto janë... O shpikje kjo. Kjo është shpikje mo. Ore po unë mund të thom me këto nasës të vjetë shamun Artemis dysh që qove në vënë. Qa është... Këtë mbejtë, këtë rubëri e ka kryer një nga të marët që është Rrezik Pikniku. Rrezik Pikniku? E ka kryer këtë, e vetë me di që do këtë. Pastaj është një rubëri tjetër, që e kreu Lame Karatospiri. Edhe ajo është... Se ti ke dhe embrat... E jam të pjetër. Po ajo është... Një pjesë janë akronik, ka shkruar dhe ka të re ato. Ajo është artistike të Lame Karatospiri në të... Po! Ajo është baza. E këtë ka kryer Lame Karatospiri të rubani. Edhe ka titullin Më çmendët o të çmendur që u çmendshi. Edhe pa shumë kështu që largohu nga ky vend i nëmur që quhet Arnautistan, se njerëzit këtu janë të trëmur, mbulojnë në kokën me organ. Ca biçim sëzër e bysakër që shesin mënde o kada, tu bësh të mirë të hipin kache, tu bësh maman të thonë baba. Të lajnë e gjejnë para syve, po prapa krash vidhin brev, jua mësojnë dhe fëmijëve, se qlen prej maces, mi do dzerë. Të gjithë flasin në një kohë, dhe thonë asgjë, as merë vesh. Po të nëmresh një shkop në dorë, për 1 minutë i vë në resht. Dhe në Sardini, i Buarasë, që brodhi mu në anë të anës, në të vënd thonë kur u qastë, da dojtë mu i qatë të thanës. Sa hodhis, qit, u kësi në brapsh, dhe thamë, më përshit e të sëmës. Në të vënd, prakë më pash, dhe që një kotka të mi hëngët. Po ikin nga ky vënd i nëmur, që quhet Arnautistan, se ju më çmendur, o të çmendur, u çmend që natën në një organ. Me Astradini, më dorëzuar në Astradini. Lame Karatospiri ka qenë një personazh real, që pak më ndryshe mbi emrin, dhe ai kishte shprehë, dhe që i marrë, dhe e nga sonin për mitë shumë, për që e do shkirat shumë. Më shumë, për dhe pejte. Edhe, gjithmonë, e të zisë për mitë e thoshe i të më rrapë, më shmënë do të shmëndur që u shmënë që. Po kështë një sa këtë e Atë, gjithë... një pyetje. Po, Kjo Sokaku i të marve, si e ka historinë, se ka 3-4 variante. Po në pse quhet Sokaku i të marve? Po ka mbetur, ka marrë një spundo nga diku? po, por unë kam marrë që vjetë sa ta dita mamë. Në mosh, po. Unë sa të që në gurë, Po, që i pashtu. Sa të që ka pasur vërtet një aty të marrë në atë kohë. Pastaj ka më modern që thotë, po ja ishe dagja e të marrë, jo e mberi, jo këtë qëtëri. Ka dhe një tjetër që thonë që ishin shumë të zgjuar edhe që pjesa tjetër e popullsisë nuk që e ignorante, thonë i këta janë të marrë. Për një të marrë këto atë intelektuale. Ka të rëta një të bukur.
Gëndërate, ma ku vizitoj Sotraj Paskalin pjesë pas, sepse i bën një vizitë në shtëpi, edhe i pas Sotrajin në pak. More se e kiso haku të marrë, më tha, pse i ka dashu, tha, që kemi të marrë, dhe mojë ti tha qenë këtu, tha, mos jemi dhe në pak të marrë, më tha, i tha Sotiraqi, i tha ka të resë. Me më morë me shumë. Po, artistët tha, janë pak të marrë, tha Gëndërate. E Gëndërate ka thënë në një nga vëpreti, ka thënë një që atësim. Ka thënë që për poetën. Dhe vetë poet ka që në një, dhe me di se ka shkuar në prosë, për një prosë poetike, ama e ti ka poezi në fakt. Nuk ka vetëm për t'i ka të farë në poezi. E ka thënë të, e ka thënë për një prytë, për të farë. Po që ko tha, poetët tha, janë anormalet e potës normalet. Po normalizohen poetët, du të shqetsojmë, të thë, që të normalizohen poetët, du me thënë, Da diçka që mos është normale, po është normale. sigurisht, ka me shumë më Se duhet të ngajnë shikë se vetëm, do me thënë, unë e kam regjistruar atë gjë, po përpara atë gjë vestitove ti. Dhe është pjesa pjesa që më, do me thënë që më godet mua, që i thua dhe po shpëtove nga këto, shpëton në hipotekë. Ashtu të jenin ti, ti ke qenë në hipotekë. Të rekom një gjë në hipoteka. Shtë duha është ti, do me thënë, po vetë të regon një gjë nga këto. Do me thënë, ka në gjeni një ushtria atje, printi 30 vjeta, 20 vjetë, për kjo mundë. Që mundë të regoj një pikant. Pa mos ka dhe në një që ka hipotekën vetë në provësi. Po ka shumë... Të regoj një pikant e gjeni për të qeshur, nuk dua shumë. Ti që ta rënë që midisjarë të më dhe hipotekën pikantës. Jo, dakor, them, do me thënë në një rast, për shembull, Pepe nuk e di, do me thënë që e një grua sot, ti jepe në video, do me thënë, ajo që e perë, do me thënë, po fotes pak ku garoj kanqëllat. I për me maki garoj kanqëllat dhe doli polisin a poshtë të prisë, më kuptonë, auto më dhe prona të kishtë 37 vjetë. Më kuptonë, është si punë e një që kisha bëja ekonomiku në këtu, dhe kisha një në klasë. Dhe kisha nga mbrava unë, mesatarja në moshës e klasën time gjithë 29 vjeqë. Do me thënë, dhe ajo që 63 vjeqë. I thashëm, po mirë i thashtë, këta i kuptoj dhe do me thënë, se janë në punë. Po ti që do? Po dua të bëjnë masë e në pasaj të më pashkata, po ti dhe në pensionit dhe në 65, po kuptonë, që të duhet? Dua në një në këto, do me thënë, të jetë kulmi mediokritetit. Kulmi, shiko, kulmi mediokritetit në këtë që kërkon ti për shembull, mund të vinë nga dikush tjetër që është pikante për hipotekën. Inxhinierin ti e njeh. Inxhinieri ishte dhe Tomi Fili një ditë, po inxhinieri ka patur tërë jetën e tij ëndër që të bëjë një drejtori i hipotekës. Inxhi. Edhe që bëj një ditë Tomi Fili do me. Atë ti ke qenë më drejtor? Po, kam që për Inxhi donte të bëhej. Po. Dhe ishte bërë një ditë fush. Po. Një ditë ku nga Tomi Fili, po duhet ikë në shtëpi tej, binde anë me shtatori. Pina shtur. I ra nga tregu. Tek tregu atje u pengua se ku ran mbi ca kartona. Ra atje te kartonat, po s'kisha hajtur në shtëpi. Me Tomi Fili, me këta familjarë që bërkije, mos ka hungur e kërkonin. Se gjeni do, se që punën kartona. Kur u përmënd, pasi filloj ti të limë të dje, vjatë ditë, se që fikoj telefonin, des telefon dhe merr Tomin. Tomi i tha më duket se më plotësua ëndra, jam në një disa dosjeve, më duket më kanë të drejtor të hipotekës. Kjo është reale. Kjo nuk është estisu, kjo është reale, më duket se më kanë bërë drejtor të hipotekës me jam në disa dosjeve. Me dosje. Sepse kështu ka qenë situata faktikisht në hipotekën e gjirokasës me mbivendosje, me 7501, me zaptime me njëra tjetra, do me thënë treg. Ka qenë treg. Kjo është kudo në disa hipoteka. Në Shqipëri? Po, kështu është, po. Jo, kudo të kështu. Jo, në Shqipëri, po flasë për shkak se ndodhë një sërë shndrimesh, karimet, ndrimi sistemit. Të papritura. Ndrimi sistemit edhe ishin shumë institucione që vepronin, pa koordinuar me njëra tjetër. Për shumë, përveç se Komisioni e ndarë fokus, ndanë tokë në 751, ishte dhe Komisioni i rikthimit të pronave të vjetra, njohjet në bashki. Po krasë këtij ishte dhe Komisioni i njohjet të rikthimit të pronave në rreth. Po krasë kësaj ishin dhe qytet e komunave, në bashkisë, në qartë. Këta punonin se cilin të vete. Kishin që ndërtimi, mirator në tokën e shtetit. Po krasë kësaj, ishte dhe ligji për nisën e ligj që dori që në cenishën ai që ata, se dishin që ata që ishin pushtuar në to dyqane për të marrë privatizuar. Pra ti vërteton me këtë që u zbatua 100% plani i Katovicës.
Pra, do Jepuni të tërë me çfarë të duan, cila merr janë vica mos ja u jepni, të fitojnë të tërë në dhunë, në luftë, do hanë vetë me njëri tjetrin. Katovica, Qatëre, komunistët. sistemi vjetër i hipotekës që ishte pranë gjykatave, hipotekat ato e mirë dhe hipotekonin pronën. Po aty nuk ishte në hipotekën pranë gjykatë, ishte në një hartografi të thotë për shembull një hartë dežurme. Pikërisht pra, do të thotë Katovica. Që ishte ato pronë që ishin hipotekuar, po të ditë po të pivendosën si stoponte. Kjo gjë shetiu e pas do mundur të bënte Je po të tërë. në 99 për shembull. Që kryuan zgjatë të regjistrimit Që nga momenti që u quajtë Që ish shumë pronaru atë, pse të quheshin ish Ata pronar? shumë gjëra. Jo, të quheshin pronar. Jo ish pronar. Ka hipotekë dhe ai shumë sepse i gjet topi në portë në vjet gjet si që skuadra E kanë fajnë të Po gjithë. pra që mos ketë faj askush, po të kenë faj. Kjo që Katovica në vetë. i gjet topi në fund aty e diktojnë njerëzit kur shkojnë në vendos i diktojnë hipoteka. Po, po, Fajnë ata që Nuk i bën hipoteka, po vendimet e ndryshme që janë ndryshuar aktet, dhe thuaç dikush i pasionte më përpara këto. Po patjetër. e kanë fajnë ata që jetojnë. Qëllimisht do ta kanë ndjekur ata. Kështu thonë, do të mësuan në historinë e jugut, jo vetëm në Gjirokastër. Në historinë e jugut në jashtëzakonshme. Problemet e pronësive, Hipotekat, arkivat, kështu. problemet e pronësive këto janë të pafundme, sidomos dhe nga numri i madh i trashëgimtarëve, duke qenë se ora si ka mundësi atëre keq po atëre pillin dhe shumë valla. Kjo mund të jetë një dorë dhe e jashtë. Po çrëndsi ka kjo. Në Po sistemin. duhet të ftojmë Alfredin këtu pastaj, po do të të na hapi një mendim. Ja, më të jetë dorën aty, se e gjetë mund të bëhet. Ko, dorë i jashtme është në kuptim më të gjerë, do të thënë, do ta përdimore, e dinte se çfarë do ndodhte me ish kampi komunist. E dinte dhe e priste këtë, studiu do të thënë, që merren me këto puna, inteligenca. Inteligenca. Inteligenca, do të thotë, se çdo pjesë ka Shërbimi sekret. shërbimi inteligjencë. Po Patjetër. e prisin të do ndodhte. Vjen vita vojna. Për shembull, rëmja në Jo, bujë, se me vini. rëmja në bujë të Berlinit, apo që ndodhën problemi letore, e pastaj kjo pritesh nga boda. Po për atë punë si shpejt e ikja e kësaj pite dhe ardhja e instalimit të sistemi komunist, nacia. Oligarkët ose biznesmenët pritin të vërsurin në Big Brand, do të thënë të kapin tregje fitje të privatizomit dhe Të bënin gati. për gjithë vendet e ishë komuniste, dhe kjo ndodhi për pjekje e qëtën, po diku eci, diku s'eci. Do të kjo pastaj varet edhe nga aftësia, nga E vetë njerëzve. e E vetë njerëzve. në niveli i shoqërisë. Sepse nuk besoj se këtë budallët që bërëm ne në niveli i ignorancës të skajshme të ndodhe në vend tjetër me çështjen e piramidave. Nuk e hanë dhe vend tjetër në botë këtë domethënë. Kështu që nuk ka ndrymje, nuk ka fakte të tilla. Jo vetëm aq, po me sa kam parë po dokumentarët, për i të 2005-2006, nuk të vendet e ishë shumë Çeki, Poloni, Bulgari, Romani, Bulgari, ishë Jugoslavi, në RDQ, në Kinë, në ishë Bashkë Sovjetike, në Mongolqinë, gjithë këto, u bë diçka e tillë, u bë diçka si punë e vetë administrimit, Jugoslavë, me të kolektivi i fabrikët u bë bashkëpunar. Bashkëpunare, shumica të nusë të vazhdojnë prodhimin. Shteti që bën si interlokutor, ndërmjet, ata paguajnë tatimet data të shtet, prodhimi vazhdon. Shteti i ndihmon për të gjetur të shiti ose për të dhënë kreditë të buta pa gjatë. Dhe pjesë ata i kanë modernizuar disa pjesë, disa i kanë hequr disa pjesë të fabrikës, ishin nuk ishin rentable prodhiu. Pra nuk do një shok i tillë, një Të kuptoj. terapi shoku, jo, absolutisht. Ja, jo. fare. Tani mua më dhe fjallën për një diçka. Si që të thash dhe atë se më theo të alem për më vonë. Po. Unë kam një mik, një skulptor shumë të madh, që quhet Maksim Erwa, e përshëndes. Ja, të shiko vonë ja. Në sekund. Se ka shiko Dhe vonë. të ofruar. Po si Vinë ka ta, përgjithë, po se- mirë, okej, edhe E prapë. merr shumë seriozisht. E ma, jo, vërë serioze. Ajo është shumë serioze. Po do E mbylla vazhdo. Unë dua të bëj një pyetje. Që të bëjmë dhe çikën muhabet me elastik, po mos futemi tani të thellas për serioze të mbëllau burin. Ka mund të diku në shpjegimin e lutem. Jo. Atë, Po. nuk e di domethënë sa ja gjornuar jemi rrjetet sociale. Po. Po këto ditë të fundit për shembull. Po. Ne vini një shokut i mirë. Mhm. Mirë po kanë një shqetësim shumë të madh. Po. Ka dëgjuar sa zhurma, që fluturojnë në avion, Po. dhe ka telefonuar NATO. Këto janë të humorit. Do të janë pavarësisht se është humor, domethënë po është të humorit janë kanë ndodhur vërtet janë të publikuara.
ka telefonuar policinë e shtetit, forcat e armatosura, NATO-n, OKB-n dhe ka bërë gjë më të madhe, ka hedhur në story me gjeni pak numrin e Alfred Çapës. Dhe i them mundje, në ma ta marrë dhe unë i thashtë të sigurohen. Jo më tha mua, po e gjetur nga burimet e tua gje. Tani, te kjo lloj gjëje që po ndodh këtu, shikon ti që vërtet Shqipëria mund të ketë një shqetësim për punën e luftës? Po ai nuk është tani kolonel, po. Jo, ka një mendim dhe ai. Çike këto pjetë. Ka një mendim. Po ai është në shtet Po le ta dëgjoj. ofensiv, nuk është në shtet defensiv. Pas po kuptoj, le ta dëgjoj mendimin. Dakor. Ka një mendim. Unë nuk jam marrë që zoti sa Alfred Çapa ishte partitë. Shiko tani, Deri. po të mund të në mund të themi këtë. Më pëlqen të them këtë. Thonin e Napoleon Bonaparte. E ka thënë gjithë të bukur që një vend të vogël në çdo kohë, në çdo luftë është e vështirë ta mbrosh. Siç është Shqipëria, një vend i vogël. Një vend i vogël është e vështirë ta mbrosh, po është e lehtë ta rindërtosh. Po ne kemi vërtetuar të kundërtën në. Jemi vetëm vend që jemi pushtuar kush e di se sa herë, kemi qëndruar në sfundimin Osman 500 vjet dhe kemi mbrojtur gjuhën, traditat, zakonet dhe pse vendi më i vogël. Ama kemi qenë të fortë. Kemi qenë të fortë shpirtërisht. Ne jemi shkatruar dhe jemi ndërtuar shumë herë. Patjetër, ne vrasim vetë. Se jemi vend i vogël është thjesht ai do Po të shpejt që s'na kanë pushtuar. Patjetër që po, por jemi vend i vogël. Andaj ka thënë, këtë ka thënë Napoleoni, Shiko, por themi rindërtuar, tani këtu ke një gabim domethënë, jemi shkatruar ta pranojmë, por rindërtuar nuk ta pranoj dot domethënë se që kur i kam në vogël 7 vjeç këto premtime dëgjojmë, do të bëj rrugë. Tani këto dëgjoj akoma i do bëj rrugë, Po dhe do ketë ujë dëgjoj akoma, nuk është Kështu nga të rrot. do këtë ka kuptim rëndësinë, dhe shkatësimi dhe rindërtimi. tani ti pyetjen e bëre zotri. Baro. Unë kam një hall të madh, se ai nga që më lanë mes ato hiqet, ti se e thon prapë. Unë kam një hall të madh me një dëm moral, kulturor dhe artistik që po i ndodh qytetit tonë. Po thuaj se të gjitha monumentet, bustet dhe veprat artistike, përveç se gjysma e tyre janë të burgosura mbi 200 vepra në Muzeun e Luftës në Kalash, dhe Gjirokastra është një qytet pa qendër kulturore për këto vepra. I mungon. Përveç të gjithave, shkatrimi i tej skashin po ndodh monumenteve për mua si Gjirokastrit është turp, dhe kam biseduar personalisht me një skulptor shumë të njohur dhe është shumë i aftë në punën e tij, që quhet Maksim Merua dhe është treguar personalisht i gatshëm për të vepruar në Gjirokastër me dëshirën e madhe për komunitetin dhe për kulturën, por kur ishim këtu, pam bustin e Çerçis popullit që i mungonte embri. Nuk lexohet domethënë, është e vështirë për ne që ta lexojmë, jo më për turistët dhe vizitorët që vizitojnë. Por ti bëre një diçka që mua më mbushe mendjen me prapë në një mënyrë humori, por reale, se ka qenë, të thash, në Këshillin Bashkiak. Ka qenë si këta, por në kohë tjetër. E shpjegoj ti mënyrën se si ndodhin riparimet dhe tenderimet dhe investimet në Gjirokastër me një rrubai shumë të bukur e të thjeshtë. E doja. E dua patjetër. Domethënë dhe po i Por nuk që për Çerçis topullin kjo, do ta keni garantuar dhe po i se prapë do ta më vonë. prapë dua. Prapë do zotë. Prapë dua. Nuk e harro, kështu që ose I ka do zgjasit podcastin. Do ta zgjasë. Shko, me që më thënë për në monumente janë të fortë, është qindron për kjo do të si. Është shumë e dhimbshme për ne. Sepse unë për shembull kena një punëtar që vetë që marrë bukën atje, dhe darë pike, e si të kam parë për shembull. Është kjo e Festivaliste. Që është në titë partë pastruar, është ajo e partizanit e Ornandës. Që i ka thirr hundën, është pa hund. Anton Zako çaj që mungon që të tëra pa ja të përjashtë. flasin tani. Se ja bëre, vallë le të Po flasin. mirë tani kushot, pa buk. Duhen në bëra, do kështu që ndonë si çështje, sigurisht do të marrë masa për të. Kurse ajo rrubaia tani, po dia thonë të sa më Të flasë për punë. Si? Ta është më kështu. Po. Ka titullin Këtë zinë. si që ka puna e inflacionit. Dhe pak shumë shumë. Si që ka puna e inflacionit, që lesohet leku në për vite, me koeficient, po ta shumë zoni e konverton dhe llogaritet.
një monument bëri skulptori dikur për një hero të malit, po 10.000 lekë të reja mori atëherë nga lidhja e shkrimtarit. Pas 30 vjetësh, thot bashkia, do bërë një tender për pastrim, se monumenti në Kashira ka dhënë qivit, duket jeshil. Dhe 10 milion i mori firma. Me tendën, heroin e mbuloi. Dhe një punëtor me shtupa sirma, e lau mirë dhe e fërkoi. Mirë po një ditë, që ishi pirë, Peqoj shkret, tha, mor mutër, 10 milionat mirë, mua me 10.000 lekë ma futët. Por jo Peqo, tha një pirës, së paku ti, more që qka? Heroi, mori trupin bythës dhe prapë se prapë nuk u qarë. Mi qëtë eroj, tonë, akuma nuk mi qërë. Heroi më është të akoma mos qarë. Kjo është në ato do më thënë që duhet ta lexosh dhe t'ja marrësh kuptimin. Mirë mi dakord, po mos sa dojë të jashik një dhurat sërit. Po, kalon. Apo lesë, kjo këtu është. Ore, tani po t'jem gjithë të dhurata. E pra, ndaj duat kja përkthej këto me një dhurat nga Enzo Attini, si që është bërë tradit miq, Enzo Attini është pjesë e podcastit tonë, ne do të jenë atë. Pa, që ta shohim atë shkam. Dhe ka bën një dhurat sot për zotin Ardër Mendrani, e falenderojmë Enzo Attinin. Çfarë është ajo? Është një byrzilik. Byrzilik zotin. Byrzilik Enzo Attini personalizuar. Faleminderit. Shumë faleminderit një Enzo Attini për këto dhurata Sa fantastike. që janë të thonë, nuk e kuptoj. Prezeroj. Shikoni me respekt për ne. Vjen Naqja me dhurat. Vjen ti me dhurat të takon. Vjen ai me dhurat, ja e bjedos. Ja me çmoj, ha me çure, që do. Ore, flasim. Po tani ose atë ato me Po çure. flasim më lirë, ka orari, ka orari. Ka orari nuk e di. Do të ju tha Germazdi tani, më kupton se do të hapi dhe do të ndërë lëvë. Se ta të janë do tani. Bien me çdo lloj njeriu. Unë që kam probleme, më kupton? Të vërtet, mua nuk më bie. Kush kërkon nuk merr. Të fol, e mirë se nuk ka plasë. Mos kërkoje. Ja, bravo. Mere se s'të thot gjë. Pa kërkoj më Pas Unë kërkoj. se mora fare me dhurova. Enzo Attini nuk ju a kërkoj një palë syta. Nuk ju a dua, më kupton? Mos më jepni, janë tjetër dërgomini, mos më jepni. Direkt këtu ato si për të duket ta e bajt misa. Po besoj Që bërë në 2 minuta, unë sa pisi ja unë ki të lëmde. vazhdo ti. Vazhdo të këtu, këtu në një. Jo, po do ekim ose plet bajca në shpima. A me irë në Vajja një gjona. Jo, da, bajca. Por me qëmë se jemi drejt fundit të podcastin. Por mua ky podcast o jeti vetëm podcasti që do ketë rritë sa më shumë aktora për të bërë ma mua. Po shikoj dhe kamera të duket. Direkt. Jo, po e vend tavolinë. Përveç se gjitha në besoj se ky podcast do kesh rritë sa më shumë në gjithë podcastet e tjerë, sepse Rubaira dhe Vjershat e Andërit i dua që t'i kesh në rritë sa më vete të gjitha. Përveç kësaj, Jo, këta prit pre në montajt. me qenë se jemi në mbyllje, pyetjet ja bërëm sërit. Ka ndonjë gjë që, apo 2 apo 3 gjëra që të ka ngel peng t'i thuash dhe të ngelen në histori, Jo. se këto do publikohen kudo. Unë dua ta pyes tërin, por të thonë që një lagja, flasim pak për Gjirokasën e vjetër. Lagja më e vjetër e Gjirokasës, është e vërtetë që ka qenë pazari i vjetër? Edhe pse ngatuhet pazari i vjetër, lagja tonë do nga la me pazarin që është tani në mes, do anë që është. Për mos nga të që. Jo, Ky është pazari karakteristik, Jo, pazari vjetër. shumë veta e thonë pazari i vjetër këtu ku vinë që bëjnë foto. Po hapi në një libër thuaj. Po jam se ajo do pjesë që zotëri. Ta vazhdojmë më shumë tek kronikat e vjaçit e Piut. Po, Ajo është më e vonshmja dhe më e rëndësishmja. E ka bërë dy udhëtime në Ballkan, të parin e ka bërë në 1628 dhe të dytën e ka bërë në 38 vjet më vonë. Që tha dhe që gjeta qytet me kështjellë. Ai e ka përshkruar me udhësitë e Gjirokastër dhe ai thotë që brenda kështjellës thotë ka 400 shtëpi, 400 banesa që janë një kat, 2 katë dhe 3 katë brenda kështjellës. Brenda Karason. Brenda rast. Edhe thotë po me ke shtuar shumë, nuk merr më brenda kështjellës banesa, janë bërë dhe të kështjellës thotë, midis kaldrëmit thotë,
Nisë. Po shkalas, dhe nga si për rrëtë të qelës. Dhe thot, po shkam dërmi, thot, është pazari i vjetër, thot, që ka qenë treg, thot. Po tani dhe ai ka dalë nga funksioni dhe janë bërë shtëpi banimi. Se të është bërë, thot, pazari i ri, do të namazgjas, i qënë pazarin e ri. Namazjes, po. No, dhe i cili kanë qenë 27 dyqane, thot. Kjo që është funksionat? Ka, asnjë dyqan më shumë as pak edhe përshkon dhe hamamet që janë lagjen as muratët. Po. I jep të tëra përshkrimet. Edhe, pra, ai thot që kjo ka qenë pazar, thot, ndaqja pazari i vjetër ka qenë 3, po tani ka humbur bërë banesa, thot. Edhe këtu kishte një port, thot, ku baron kaldrëmit, ku i pazarit i vjetër këtu më atje, dhe kishte edhe një port poshtë, thot, në fund kaldrëmit. Dhe kjo lagja, thot, që quhet pazari i vjetër, se ka qenë pazar më para, thot. E kupton? Në më thënë është një nga lagjet, apo lagja me vjetë. Ajo është me vjetra, më të vjetra ka qenë lagja për ta kalas. Brenda kalas. Dhe rreth rrotu kalas që nuk janë më tani. Nuk janë më ato godina, po ato i ka pikturuar dhe i duar të tillë. Ka një pjesë të tjera ka përshkruar këtë nga kjo faqja. Po vetë për të urejë dhe bilit, ka pikturuar shtëpi 3 si edhe kafe. Si, po. Aq më kanë qenë. E ka para të pikturën e kishë. Po, dhe ne ku kemi në 2004 që hapëm një linjë për Vistjelsin, me të firma italiane që për Vistjelsin, kur futëm atë traktorin nga dorën në noja. Vërtet. Po. Dorën në noja të banesave që qenë në partë. Me të partë të lëndë. Bën baki që ky informacion që the të ketë një vlerë për çështje arkeologjike të më vonshme në Gjirokastër? Po duhet të duar dhe të për kime sostishme dhe brenda Kështjellës dhe rreth Kështjellës, se mos brenda Në më Kështjellës. thënë ka pasur jetë, ka pasur banim, shtëpi banuse. Do t'i qetë brenda. Kudo në botë, fillimisht të qytetet ndërtoheshin brenda Brenda Kështjellës. kështjelës, pastaj hapeshin. Pastaj duke u zgjeruar të busia, shtish të bëni dinë në jashtë. Kështu që na që e morëm vesh, je nderuar që je nga pazari i vjetër. Na që lula. Ne janë tani. Me janë një Ja, po shumë mirë. javën tjetër, do javën tjetër. Nëse mua një peng më mbeti nga kjo gjë domethënë që nuk e ndaj dot atë. Për atë punën e sokakut të marrëve. Po. Sepse atje të sokakut të marrëve jemi i vjetër. Sa doktora të mendjes ka pasur Gjirokastër? Sepse domethënë të vesh doktorit pasi kokonës që e përshëndesin. Që është lagjari tim? Tjetë një tjetër ka pasur tu? Ka pasur më lashtë. Unë nuk i di me emra tani, po ka pasur si një që Se unë kam menduar në të lloj vije logjike. Po. Që domethënë Po. Alfred Çapua Po. e ka ditur dhe ka parashikuar që atje do lindte një personazh i tillë dhe kanë pozicionuar pastriun atje që ta ketë përballë këtë. Që në çdo shkarje që mund të bëjë ai për shembull në momentin, se aty domethënë nuk futet do të asnjë gjë as ambulancë as gjë, domethënë se ai ka probleme me gjëra. Po. Dhe ka përballë shtëpisë. Po tani me këtë që më sumati domethënë se ka ku të marrëve, ka pasur vërtet të marrë. Po. Filloi që të degëzohen. Emri që bukur për të marrë nuk të pasur të për jashtë, lartë soka të marrë. E si robe, Pecka. e si robe. E si robe. Në rita në vjetët soka të E marrë. rita i në sokakut, atë ka dalë. Që fatkeqësisht e kam me njerë të shkuar tabelën për momentin se nuk dini drejt, nuk harin të tabela ta shkruajnë të plot atë bashkisë. Po atë podcast e mund të bëjmë shumë për podcastet të tilla mund me malli. Domethënë se dëgjuam, qeshëm, Qavëm, kuptuam, Nuk e naqëm dhe unë mendoj domethënë e di ai pastaj në atë tjetër se unë domethënë jam kot këtu, më marrin kur duan ta në s'kan karrige bosh. Unë mendoj domethënë që unë po të diu si vazhdoj do kita të tani. bëj, domethënë Diu si do kita tani, por që është natë tani dhe mua më zën nëma. Domethënë po fillova me mollë frënzën unë me këto domethënë. Me kojqino, me frëngjuzin. ka mësuar. Mos më ngacmo. E di që kam marrë përsipër do një fjalor, Në thatë. fjalorin Gjirokastrit. Është gjë shumë. Po e di si e mbledh ato? Shumë gjë bukur. Gjë e bukur është po i mbledh ato domethënë me na njëri me na tjetri. Pa Tjetër, tjetër, një në mënyrë popullore. Edhe pastaj ja fut inteligjencës të tëra. Ja, të ka bërë, ose se vërtet. Sepse mua po më ndihmon personalisht një redaktore e cila është marrë me fjolarët e gjurnësisë shqipe të mëdhenj. Dhe këtu ti gabon, por ti duke qenë se ke informacion devijant dhe përpiqesh gjithmonë për të intriguar dhe përfortyruar faktet,
Thua nga këto që thua, megjithatë unë s'mendoj se ka kaluar ora tani, ka të zënë po të nëma. Kështu që këtë radhë shpëtove. Unë mendova për ta mbyllur, të lini një hapësirë personale pa ka drejtë të thoshe ç'ti donte zemra pa pyetje fare. E ka, Të gjë që e ka. më të them të gjë. Kryesorja me të unë nuk janë kështjella për shumë, për kënë kalan edhe, po, është si kalarja, është si puna e icebergut. Një shtata duket e icebergut, 6 shtatat janë në poshtë. Kështjella e vjetër, kështjella e vërtet, kështjella e gjirokastës. Ne që jemi këtu, që jetojmë, Janë shpirtat e njerëzve. po pikërisht. Sepse arkitekti për shumë, kur për një shtëpi që bë projektin, që ato që tjetë i përsosur, nuk e bën dot ashtu si që kishte në fantazin e tia, ose një poet që do të bën një poezi, nuk e shpreh dot, pra ka një mosëmje, nuk arrin dot. Është tjetër, Sepse ai është shpirti. nga fantazia të materializosh shpirtin, është me vërtet ngjerët e mangut, çdo lloj vepre. Pra, ne, para të tanë që kanë bërë një kështjellë të madhe, gigante, shpirtin dhe ata i kanë pasur më gigante akoma. Po kaq mund të bëjmë. Domethënë, është në shpirtin e njerëzve, domethënë, ajo që mund të bëjmë neve, domethënë, është dashuria, është të duash gjëra, të duash njerëz. Kja më e madhe ajo që nuk humbet, edhe po të shkatrojnë nga lëvizjet, nga ndryshimi e sistemit, nga luta, nga varfëria, nga kështu. Por ajo që është kryesorja, që nuk duket, por që është më esencialja, edhe më latentja, se çfarë po janë shpirtat njerëzor. Janë shpirtat njerëzor. Edhe njeriu gjen mundësi, sepse do gjërat e thjeshta, do njerëzit, do edhe gjërat e përëndësishme, jeta e përditshme, jeta kotidiane që i thonë, unë shumë, të tani më kënaqem dhe thjesht shikoj, mos flas fare të shikoj gjithçka, rrugët, çdo gur, çdo Po mirë, kjo është e përditshme dhe pa normale. Vetëm mbanë mendimi. Po, por njeriu ka madhe ati ku vete, ti shqiptarë që ikin, si dhe refugjate tjera, ati ku vete në marrë një copa dhe, shpiti tyre, do të thënë. Ata kanë marrë, me pa e kuptuar, shumë, ku vete atje ti e një topë Shqipërie. Sa do që të mos e thua, që të planohen që do përpinjesh, do t'i luash këmbës si pas vëllët atje, si pa dashur, je një topë Atdheu, je një topë Shqipërie, dhe tjere shikojnë këtë gjë. Nuk vim unë në podcast. E shikojnë të gjëta. Dhe, pa dashje, sa do pak ti ju imponoresh atyre, ata pastaj fillojnë pyesin ku je, edhe shprejnë në dëshirën, edhe kanë shumë, edhe aty ku jam unë, kanë shumë interesur. Do vim në Shqipëri, po të vim atje, kur do vim të vim atje, po do të shoqërojmë ne, do të shojmë ne atje. Dhe të kjo është kryesore, mendoj unë. Dhe ky është një mesazh, Ne të bëjmë ata mund të bëjmë dhe kemi plot për të bërë. ky është një mesazh që mua si rini, si shoh me këta dhe si mosha tonë më ngjall më jep shumë Ai shpresë nuk do flasit. për të përpjekur për të bërë më mirë. Sa do bëjmë, nuk është e rëndësishme. Është një mesazh që vlen direkt për atë, sepse ai e nxin te qytet ditë për ditë. Filloj prapje me këto tani dhe më të shpasojmë apo le mos e më futi në një emocion që për kundrazi, këtë që thua ti tani do ta bëj më shumë akoma. Do për ta sa të më dëgjoj ku pra i qielli. Sepse janë në qytetin më të bukur në botë. Dhe o flas sa të më dalë Dorlani. Po e shkatron. Të më shpërthej Ja Bajan. antireklam. O ta bëj më keq akoma. Më keq akoma nuk është antireklam, po është realiteti i hidhur që ne jetojmë këtu në këtë dreqëvendi me dreqër si pura tënde, që e quajnë antireklam. Se çka më që jam drejt. Se quajnë antireklam realitetin. Realiteti nuk është antireklam, realiteti është kritik Po mirë, për të përmirësuar këto që kanë bërë suretrin dhe këtyre që nuk kanë dot nga shtëpia në era e mutit të e Kosdrën. lutem. Pika. Ke shtëpia tënde që ke sfurqet po gjyshek, ku këtë si thua? Falenderojmë Budweiser, Budweiser, Po ta ndjen prapë, po edhe ndjen. Tani, Stendiani dhe Martirin për to koktelet dhe për to produktet Ulla, se e ke shumë qati. Shpia tani se ndjen Martinin tu.
Po, në ne, Po, se ka. po, pret. Po që t'japim fikse, për shumë monotone. Po kështu duhet do. Ato. Falenderoj Vitanin se Diana dhe Martinin për këto produkte shumë të shijshme që janë në tavullin tonë. I falenderoj special për Bite Me, më ka fshotham. Po. Hendrik Dërbi, Ti do bishin në shef. Irma Peshin në Zhelë në Qave Pazarit. Po shumë. Gjithashtu dua të falenderoj edhe Fura Restoran, Antigone 2000, një falenderim special edhe për restorant Labin, i cili ndodhet afër rrugës së Kaliqit, rrugës së Kthesh për Saran. Enea Shalari, servis Shalari, shumë faleminderit. Edhe zyrtërsike Experience Rokastra, këtu tek sheshi Gjergjizit. Shpresoj që të jeni kënaqur miq të dashur, nuk e di se si do jetë. Unë do kem pak punë me këtë montimin, me vërtet. Jo, më bëjmë po kontestoma atë. Jo, do ta mendoj unë dhe ato do ta ftoj sepse ai është shpirti i Gjirokastës, ai është vërtet është zëri mor zëri. Ai do me E tha Dëri, merr një shpirt kushdo që i ikën jashtë, ai nuk ikën jashtë, ai do ri këtu, do t'i baj për veten e tij. Po le dua të jo. Reprezenton ai nuk e prezanton. Doja dhe unë nuk e do t'i rëvë rrugës, të flasim të drejtën. Jo, të flasim të drejtën, kjo është vërtet. Enzo Atini, miq, shumë faleminderit Enzo Atini për dhuratat që ka në emisionin tonë edhe për dhuratën që mori servison, Abdel Mendani. Shifemi në episodet e ardhshme, ishte 42-shi. Mirupafshim natë e mirë. Kontestoma. Po, iko, lëna, të bëjmë një podcast i që duhet, lëna. Ky do jetë për mendimin tim Po, do kem punë.